Selamu alaikum Allah i dash. Alaikum selam wa rahmatullah. Allah, sadat, deshta dhe vesë për moralin, Allah. Besimtari, si duhet të përvecojmë akhlakin, sjelljen e mirë, morali. Pyetja shumë e mirë edhe me të vërtetë është ajo që mungon mas shumti në shoqërinë muslimane në umetin tonë. Sot është çështja e akhlakut, moralit, sjelljes të mirë të insanit. Kjo çështja është çështje universike, çka Allah Azza wa Jalla ka zbritën të gjithë umetet. Po për fat të keq që shohim se musliman subhanallah kur vjen puna te akhlaki janë shumë larg sjelljes të mirë. Alhamdulillah muslimanët lexojnë Kur'an, mirën me çështjet e dinit. Mirë po ka mbet çështja e dinit u bë shumë formalisht. Nuk është internalizuar, nuk u bë feja siç ka qenë tek sahabët, ku atë çka e kanë thithën prej të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe atë çka e kanë mësuar prej shpalljes te ato u shndrua sikur gjaki që çarkullon trupin tonë. Unë për vetë jam i bindur dhe mendoj që arsyeja pse ne nuk jemi si ata është për shkak se Kur'anin nuk e lexojna me reflektim. Një, e dyta, alhamdulillah që muslimanët janë zellshëm me mësue leximin e Kur'anit në gjuhën arabe. Mirë po mendoj që shejtani shumë insanin e ka shtynë në kurthën e tij ku i nxit të lexojnë Kur'an në gjuhën arabe dhe e lojnë anash kuptimin. Shef sot ka plot çka janë hafeza, ndërsa në jetën e tyre, prej sjelljes së tyre, prej ajeteve që kanë mësuar përmendsh, në fakt janë dëshmi kundër tyre. E ta shtrohet pyetja si ka mundësi kjo me ndodhë. Kjo ndodh për shkak se e lexojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin përmendsh, mirë po nuk e kuptojnë mesazhin që Allah Azza wa Jalla ka dërguar me shpalljen e tij. Allah Azza wa Jalla nuk ka desh për neve që të bëhemi sikur siç ka ardhur në Kur'an shembulli, të bëhemi si magari i cili veç bart, por nuk ja din rëndësinë e asaj çka e bart. Se ti magarin me ngarkuar ti mundesh me ngarku me diamant. Me 100 kg diamant, po mundesh edhe me ngarku ata me 100 kg guri. Për magarin është e njëjtë. Ai nuk e di çka është diamanti, as nuk e di çka është guri. Ai veç e ndjen peshën. Por ata janë 100 kg peshë, do të thonë ai s'ka dallim ajet. E kështu shndrohet njëri kur e mëson ajetin arabisht përmendsh, por nuk e kupton çka thot Allah Azza wa Jalla. Unë mendoj që pika numër 1 që duhet muslimani me bëj është që të kthehet te kuptimi. Unë nuk po them mos ta lexojnë Kur'anin në gjuhën arabe, se leximi i Kur'anit në gjuhën arabe, origjinali që ka zbrit, e ka bereqetin e vet. Por çdo harf që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka 10 sevape dhe Allah t'i shlin gjunohet. Kjo është një hajër i madh. Mirë, po nuk është kjo esenca për të cilën Allah Azza wa Jalla ka zbritur shpalljen e tij. Esenca është që insani kur ti lexon ato, kur e kupton domethënien e ajeteve që i ka zbritur Allah Azza wa Jalla, insani çka e ka një zemër gjallë, e don Allahun, e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e don fejen e tina, nuk ka mundësi mos mu prek në zemër. Tashti nëse me një gjuhë tjetër ta mëson dikush një laf, ti nuk e kupton ata. Ti e mëson tamam se qysh me shqiptue, qysh me shprej, qatë lafi, mirë po ti nuk e kupton. Tash, qaj laf që ka te i ke mësu përmensh, ai fakt mund më konë një fjallë fyse, apo ti nuk e di. Ajo mund më konë një vrejti, po mund më konë edhe përgzim. Kështu që ti met indiferent prej ndikimit të asaj që ka te i ke mësu përmensh. E kjo është një problematik. Mos bëmi të me thonën musliman, besimtar, vetëm e vetëm, që me thonën si më shpesh e marrë shembull këtë tham ka njëherë se muslimanët janë bënë sikur këto Kinder Egg
shkollat për jashtë. E mrejna lojnë. Shumë jena koncentru në çështjen e jashtme, ndërsa në realitet tek pejgamberi sa ma kone kundërta. Çdo herë u mundue dhe ka tentue që çdo send që qëtu e ka burimin. Se kur kjo rregullohet, ajo tjetra vjen, s'ka çare pa ju dërzu vetë. E tash na nëse e rregullojnë atë jashtë, mirë po kjo mrena është ndrysht. Ma shumë i ngjajna nifakut se sa hakut. Kjo një problematike madhe. Dohet t'i kushtohet rëndësi shumë të madhe, se Kurani të lexohet në gjuhë që te e kupton mas miri. Unë për veti i këshilloj vëllezërit që din më shumë se një gjuhë, ta lexojnë përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe. Nëse e din anglishtën, hala më mirë, mësoj edhe në gjuhën, lexo edhe në gjuhën angleze. Në sa më shumë gjuhë, sa më mirë, për shkak se Kurani nuk mundesh me përkthi kurrë. Mundesh me përkthije kuptimin. Amu me përkthije Kuranit s'mundesh. Mesazhi i Kuranit mundet mu përkthi deri dikun. Mirë, po gjuha shqipe është shumë e varfër në krahasim me gjuhën arabe. Shka gjuhë në botë çka është e pasur sikur gjuha arabe. Gjuha arabe i ka 12.400.000 disa mijë fjalë. Gjuha më e pasur mbas gjuhës arabe, gjuha angleze i ka dikun prej 600.000 deri në 800.000 fjalë. Tash llogaritet e gjuha më e pasur mbas gjuhës arabe. As 1 milion fjalë nuk i ka, a gjuha arabe i ka 12.400.000 disa mijë. Tash kime kthije, tash me përkthije të një libër, edhe nuk ka çfarë do lloj libri. Po gjuha arabe që përdoret në Kur'an është kulminacioni i gjuhës arabe. E kjo është shumë problem, domethënë me kthye me një gjuhë tjetër, që ja dhash hakin, domethënë asaj fjale e kuptimit, se e për çata është shumë mirë, elhamdulillah për Allahit, ka përkthime, jo veç lloj-lloj përkthime të Kuranit, po kije edhe tefsir tash. Tefsiri janë shumë me rëndësi. Kështu që shoqëroje leximin e Kuranit në gjuhën shqipe apo në gjuhën angleze me ligjëratat ku shpjegohet Kurani. Në ligjëratat ku shpjegohet, ku bëhet tefsir Kurani. Dhe kjo mendoj që insanit do t'i mjaftoje për ta korrigjue, për ta rregullue akhlakin, edhe pse kush do mu thellu ma tepër, kije libra, më thonën apastafat veç për çështjen e akhlakit. Mirë, po të gjithat librat e akhlakit çka folin për çështjen e edebit, akhlaki, këto gjëra këto, ato ku kanë burimi, këtë te Kurani. Në Kurani kije i gjen këtë. Në surën Luqman kije komplet fjalimin e Luqmanit që i drejtohet djalit vet. Ato janë këshilla shumë bukura. Edhe këshilla e parë është që mos ta adhuron dikant tjetër pas Allahut, mos mi bë Allahut shirk. Edhe nuk ka rastësi që Allah Azza wa Jall na ka rrefe këshillën e tina ndaj djalit vet. Sa ka këshill me vend. Kije historinë e Jusufit alayhis salam. Sjellja e tina, shkak se akhlaki është përfshin gjithë jetën e muslimanit. Sjellja e tij mas pari me Allahun Azza wa Jall. Sjellja e muslimanit me melekët. Sjellja e muslimanit me pejgamberët. Sjellja e muslimanit me krijesa që na nuk i shohin, domethënë melekët edhe e xhinët. Shembull, pejgamberi sa na ka treguar se nëse hajmë ushqim dhe ka mish dhe në atë mish ka kocë, dërguari sa na ka mësuar që masi ta kryjm mos ta hekmi ushqimin, po ta lëmë ja, domethënë 15-20 minuta, se Allah Azza wa Jall e xhinve ja ban ato kocit që kanë met, i mush me mish. Edhe hajnë edhe e xhinit. Domethënë kjo është edhe domethënë Allah Azza wa Jall këtë fejna e ka thënë, kjo i kalon ato sferat çka veç na mujna mi pa. Po kalon edhe na çka na nuk e shoh. Domethënë ka sjellje çka shumica e muslimanëve as që nuk e din bile që kjo faktikisht ekziston fejen tonë. Shembull kur e derdh ujin e vala. Pejgamberi sa na ka mësuar, me thon bismillah, për çfarë arsye se ka mundësi më kon në xhen aty. E nëse digjet ai xhini, mund të më kon fëmia ai një xhinit, xhini hakmir, mund të më të lënduar shumë keq. Kjo është prej sjelljes. Sjellja e muslimanit, domethënë me vllahun e tina, me vllaznitë e tina, Jusufit alayhis salam, çka ndodhi? Vllaznitë e tij dështën me vrarë.
kur njëri maj miri prej tyre, në thojza, ju thot, nëse e keni nërmen me bon një vepër tillë, thot, mos e vritni po gjuhën e një mbuno. Edhe kështu veprua. Mirë po, nëse shofmi se çfarë sjellje pat Jusufi alayhis salam, ishte shumë besnik. Allahu Azza wa Jall kur nuk e harroi. Nuk e harroi të mirat e njerëzve që ja banën atina. Në këtë rast ai ministri i Egjiptit, me gronë e tina që e morë. Kur ajo deshti ta boje për veti, Jusufi alayhis salam ishte djalosh i bukur, s'ka pas më të bukur se ai. Mirë po nuk e harroi të mirat, nuk e harroi frikën ndaj Allahut Azza wa Jall. Edhe i boni rezistencë, e cila rezistencë nuk është çfarë do lloj rezistencë. Këtu duhet të pas parasysh të gjitha faktorët. Gruaja e ministrit nuk ka qenë çfarë do lloj grua. Ka qenë grua shumë e bukur. Po jashtë bukurisë saj, ajo ka qenë shumë e pasur. Akon e zbukuruar me zbukurimet më të mira që një grua ka pas mundësi mi pas. Parfumin më të mirë që ka mujt me pas dikush. Do me thonë, janë mledhen skajshmëria çdo gjëje që tek njerëzit konsiderohet bukuri, edhe çajo tash ju ka vërsulën Jusufit alayhis salam. Ki u rrit në shtëpinë e tyre. Njëna frika ndaj Allahut. Mirë po, frika ndaj Allahut e ka bën që mos mi harru të mirat që njerëzit t'i bëjnë. E mi au kthime të keq. Për këtë Jusufi alayhis salam iki prej saj. Mirë po e pranon Jusufi alayhis salam se mos t'i shkonën që Allah Azza wa Jall e ka mbrojt, nuk do të ishte i sigurt a do të mund të shpëtoje prej asaj fitnës. Se janë shumë fitnë e rëndë. Do me thonë, këtu shihet do me thonë sjellja e tina me disa tjera kategoritë njerëzve. Në fund, kur Allah Azza wa Jall jam lidhë të gjithë familja, i aproni babën, edhe vllaznit, edhe nonën. Çka i tha vllaznive të? Krejt foj një gjujti, shejtani. Shefe çfarë sjellë. Merë me mend ti çka kishim bën na. Po të na kishim bën neve sot një gjë të tillë. Ma shumë me rëndësi me i lezu këto, se këto nuk janë historia thjesht njeri mu të defru me to, po du të me morë mësim prej tyre, edhe me qitë në vetë vete. Shka kisha bone, po të isha konë une, në teshat Jusufit alayhis salam. Qëfar sjellje kisha tregu une, ndaj vllaznive të me që kanë dasht me mvra mu prej xhelozisë, po shkak se baba e ka dasht, e ka rujt ata shumë. Tash këto pse e kanë keq interpretuar dashninë e babës ndaj Jusufit alayhis salam. Aja tjetër se. Mirë po, vepra ka ekzistuar, më ato vepra në banën. Çka kishmi banë? A kishmi mujt, a ishmi konë gjendje me u falë atyre nehe. Më thonë, a shef, sjellja dhe më thonë me lloj-lloj kategori. Edhe ka, e mos të folë, mos të him të punë e musis, a jesëm se të ka mua betë shumë atë. Pse ka thonë Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rahim Allahu Musa. Allah i mëshiroft Musa. Shka ka heki shkret me popullin e tina. Subhanallah el adhim. Më thonë, akhlak i ka kejtë sferat e jetës muslimonit, para sa mëro me fjetë, kur nëse ban vaki mu quhe prej gjumit, çka dush me bo, kur qohesh prej gjumit, para sa me him banjë, kur t'jesh në banjë, si do të me veprue, si mirë të tahreti, kohë qëndrimi në banjë, më thonë, është çështje çka edhe kjo është e rregulluar, edhe kjo është çështje sjellje. Edhe kjo nëse burimin e ka, do me thonë, që njeri do me bo këta për ta kënaqur Allahin Azza wa Jall, edhe shkuarja në banjë për ta liru vetvete nga këto nevoja që njeri i ka, biologjike, shndrohet edhe kjo në ibadet. Kjo është ajo bukuria e Islamit. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fik. تفضل اخي تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله برافو الحمد لله. ينفع والله جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك جزاك الله. شكرا بارك الله فيك. الله يبارك فيك جزاك الله. سيدك ربنا صدمت عندهم. بارك الله فيك شكرا. ما شاء الله. جوابك غلط. طب الارض بتلف هيك. هيك بتلف ماشي؟ كوميتا سمهيكي. هيك الزمان احنا زمان بتحسب Matematik صار اليوم 24 ساعة.
لو لفت هيك شو بصير؟ Ma thonë, Po, do me thonë çështja e akhlakit, do me thonë, njeri do të me kuptu një sen se numër një, çka duhet me arritën, bindjen e Allahit është me shtuet bindjen tek Allahu Azza wa Jalla dhe kjo nuk do të më konë një çështje që njeri prekupohet me ta në fillim të udhëzimit veç. Bindja nuk ban mulon anash në Allah. Kur s'mundesh me përfshin Allahin Azza wa Jalla. Dija për Allahin është shumë e madhe. Dhe dija më e shejt që ekziston. Tauhidi është çështje shumë e madhe. Edhe kjo është dije me të cilën duhet mirët robi i Allahut gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës. Për çfarë arsye? Se nuk nalet shejtani në sulmet e tina, me vezveset e tina, të dosht më munue me lloj-lloj kurtha, me lloj-lloj skena, një ti paraqet vetëm e vetëm që ti krijosh një imazh negativ ndaj Allahut Azza wa Jalla. Gjë që e cila pastaj ndikon në mënyrën se ti çush e percepton Allah. Nëse arrinaj, nëse ka sukses në ndonjë prej projekteve që ai ka projektuar për ty, atëherë nëse nuk arrinaj me arrit qëllimin kryesor, ai spoku, nëse arrit disa përqindje, suksesi ti në 20% nën kupton negativisht tek ti për shkak se ti çat 20% e kije domethënë tash dështim tek Allah, në mënyrën se si mendon ti për Allah. Ka mundësi që ajo ndikon keq në shpresën tonë ndaj Allahut. A ku guxon robi me humb shpresën te Allah ashtu që. Për këtë domethënë njeri duhet numër 1 gjithherë të luftoje për ta shtu bindjen tek Allahu Azza wa Jalla. Me lexue për Allahun Azza wa Jalla, kush është Allah, si është Allah. Dhe bindja në Allahun Azza wa Jalla shtohet mas mire normal kur lexon Kur'anin, se në Kur'an Allahu ka thonë lloj shenjë. Ama nuk ka më keq se me lexu Kur'anin shpejt. طب اذا اجى بلا Kur'ani nuk lexohet shpejt, nuk është libër. Aja fjala e Allahut. Kur Allah Azza wa Jalla flet për kodrat, kur Allah Azza wa Jalla flet për shiu, kur Allah Azza wa Jalla flet për lloj kafsh, insekte, për çdo lloj. Këto nuk janë rastësi. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kurrejt janë tallë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë shka ki libër ku ceket aty, më thonë milingona, aty ceket mickoja, aty ceket lopa, aty ceket shka kjo libër dhe me ka vëtën. Hajgare dhe me. Nuk ka hajgare. Njerëzit, kur janë nalën të miza, e me analizu se çka është miza, gjonë që na, këtë është që me thonë e neveritshme tek njerëzit. Se çdo herë të ban pengesë. Vëzë vjen të hundë. Ta ikte që mundohet njeri me largu çdo herë. Po me morë me këshire, me analizuar, në mënyrë shkencore, çështjen e mizës është subhanallah. Abnormale është. Kanë thonë njerëzit në qoftë se miza merr diçka prej ushqimit, këtë ushtrien e donjës me mbledh, mundesh me nxjerr prapë më ata. Kur? s'ka shans. Luk dhe ngoje ka. Luk dhe ngoje ka. Po çfarë arsye ai shef Allah Azza wa Jalla e ka dietarët e thonë në sens se çdo sen që ceket në Kur'an nuk është rasti dhe çdo sen që ceket në Kur'an është jashtëzakonisht e madhe. Pse ti për momentin nuk e kupton, nuk do me thonë që ajo nuk ka e madhe. E këtu është ai dështimi i kurrejve, ato se kanë kuptuar, ato kanë dashur veç mutall. Mja ul moralin pejgamberit sa që ta rrog depresionin, e që të lodhet me përhapjen e fesë. Po elhamdulillah e ka pas Allah ndihmë. Edhe kur sulo. Edhe këta ja u ka dëshmuar mas miri kur i ka thënë, po si të ma kishe vendosën dillin njënë në hanën në tjetër, kjo s'do të më kish nalë mua me përcjell. Çka t'jep kjo me kuptu? Se unë që e përcjelli mesazhin, kjo nuk ka diçka prej meje, kjo është urdhër prej Allahit. Nëse unë këta nuk e baj, unë e shkatrona. Pluhun e ban Allah Azza wa Jalla. Me thonë, mesazhi i Allahit, pa marrë parasysh, a je ti gjallë, a jam unë gjallë, a është ai tjetri gjallë, a është ai gjallë, nuk ka lidhje kush është gjallë. Ajo çka ka lidhje është se na çdo herë duhet më lut Allahit Azza wa Jalla që Allah na përdor për hajër. Edhe në qoftë se është gjatë një periudhe të jetës tonë, mirë po elhamdulillah. Çat periudhë të ka thirr Allah ju ke përgjigj. Lusmi Allahin që çdo herë nëse jena përgjigj që spaku ta kem bon ata sinqerisht për Allah. Çështja e akhlakit me të vërtetë është çështje e madhe. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më ka dërguar Allahu për ta plotësuar
sjellja. Bu'ithtu li utimmama makarim al-akhlaq. Me plotsu. E tash, ku jem na në krahas, du me thonë, krahas që ti se fjale. Nëse analizojna vetë vetën. Presit qomin mëngjes deri sa të bina. Gjatë ditës shka ban njeri? Qohet mëngjes, nëse je i martuar personin e parë që kime pa ban vakin është gruaja jote. Çfarë sjellje ki me gruan tonë? Sa ki sabër me ta? Ndaj mangësive të sajna. Të na fëmijë, të na... Pastaj qohesh ha një trobuk, shkon në punë. Në punë ki je kolegë të punës, ki je shef. Si je në sjelljen tonë? Çfarë imazhi morën ato prej teje? Sa ato kur të shohin ti je si musliman, tek ato është e regjistruar në krije se ata që ka e shohin te ti është islam. Kjo gabim. Se ata që ka e ban muslimonin nuk do me thonë që janë reflektim i fejes, edhe pse na duhet më konë që është. Duhet më konë. E gjithë jeta jonë sukur pejgamberi, kur e kam pitashën atë, po pejgamberi e ka thonë është sukur Kur'an që ka hec mbi tokë. Kjo është do me thonë ata që na duhet me arrit. Mirë po, sa mujna me arrit, atë Allah i na mundsoft sa më shumë që është e mundshme mirë, po kjo do të më konë synimi jonë. Me arrit më bon sukur Kur'an që ka hec mbi tokë. Amo kjo nuk ka e lehtë, mirë po, njeri nëse çdo herë përpjeket, patjetër se ka më ndryshu. Patjetër. Më kujtohet e kum pas lexuar një thonjë Moskovsha gabim me Hasan el-Basriut. Ku thot nëse njeriu nuk përpjeket për ta shtuar imanin, është i destinuar me met pa ta heq. Do me thonë në Islam nuk ka me qit në lërë. Në atë moment kur ti nalesh e nuk je të hec për me forcu imanin, në atë moment ti je të shkuar në minus. S'ka vota me majt. Ka do të neutral. Ja, s'ka neutral. A di pse? Iblisi, a ka neutralitet ai? S'ka neutralitet. Ai është betuar. Ai veç rrim prit, sukur ujke. Me gjetë atë momentin, a vuton edhe me të sulmu. Për këtë do me thonë, s'ka me qitë në lërë. Tek muslimon. Në atë moment kur ti munosh me qitë në lërë, vjen shejtani. Sulmon. Ai kur të sulmon, ty pastaj të bëhet mazor. Ma vështirë me i bon hapat drejt Allahut azza wa jall. Me thonë, përpjekja për përmirësim është një betejë e insanit që kur nuk dohet mu pauzu. Kur. Ajo çdo herë duhet mu kon aktive. Edhe përmirësimi i insanit normal, pik numër 1, vjen me dije. Pa dije, s'mundesh me ndryshu. Dija është numër 1. Për shkak se morali në Islam nuk është çështje çka bëhet çysh dojmë ne. Po ajo do të më bëhe ashtu çysh ka desht Allahu azza wa jall, që na ka mësuar pejgamberi sa sem, pse se atëherë ajo është ibadet për ne. Por ndryshe nëse bëjmë diçka, ajo është e refuzuar edhe me të më thonën kemetën me lodhjen tonë pa shpërblim. So kur ai rasti i Omerit radhiyallahu anhu kur i shef ato priftat Amurg apo shka ti thosh atyre që e mshelin vetën na për ato kishat lodhen në adhurimin që ato mendojnë se është i vërtet, mirë po përfundojnë në xhehenem, Allah na ruaj. Pse ndodh kjo? Për shkak se ato edhe subhanallahu nuk kem nevojë me shku te krishterët, ki për fraksioneve në Islam. Çka mundohen me adhuru Allahun azza wa jall me diçka që nuk ka pejgamberi sa me ta. A çdo hutbë fillon kullu bid'atin dalale. Pastaj kullu dalaletin finnar. Subhanallah. Çdo shpifi apo çdo çështje e re, sidomos çështjen e adhurimit, ajo është e refuzuar, nëse s'ka për pejgamberin. E tash
Adhurimi nuk ka veç namaz. Adhurimi më i madh unë mendoj për vete është akhlaki. Kur njeri e ka e ndreq akhlakin, gjithë jetën e tij e ndreq ashtu siç don Allah që një musliman mos. Këtë ajo është. Pastaj këtë jetë ai shndrohet në adhurim. Ai kur bie nuk mund të merr rahat, pa e bën atë mënyrë çu shka bën pejgamberi. Kur çohet, pan çashtu shka bën pejgamberi. Nuk hyn banjë. Pos në atë mënyrë çu na ka mësuar pejgamberi. Kur an banjë tahretin e merr ashtu çu na ka mësuar pejgamberi. Kur del me komën e djathtë. Çu na ka mësuar pejgamberi. Kur të merr avdes pas sunetit. Domethënë se ti çdo herë e shndron jetën tonë, çdo që e ndryshon mënyrën se si flet, fjalë që i zgjedh. Për çfarë arsye? Vetëm me kënaqë Allahun që ti je sa më afër atij kulminacionit të akhlakit. Këtë jeta jote shndrohet në ibadet. Këtë jeta shndrohet në ibadet. Gjumin çka e bën, edhe gjumi të bëhet ibadet. S'ka gjë më të mirë se sa akhlaki. Për shkak se i gjithë feja drejton që ata me përmirësi. Në val edhe bile, në momentin luft, në momente ku kërset, në momente ku zjarri kallet, edhe në ato raste, Allah Azza wa Jall ka kërku prej neve që t'jem vetë përmbajtun, me pas përmbajtje njëri, mu rujten, mos mi shkel kufit e Allahit. Edhe në ato raste. Kjo çështje është njëjtë, më stërvitja. Njeri duhet me bëj stërvitje me vetvete. Edhe normal që ti në fillim nuk ke me mujta, se i dërguari Allah është një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kush hin mundje me fejen e Allahit, ka me hub. Tani them pelivan. Kush bën pelivan? Nëse ti mundosh me bëj pelivan me fejen e Allahit, ti me hub. S'mundesh me bëj atë fejen e Allahit. Pse se njeri duhet me u stërvit. Sigurisht njeri që nuk ka i stërvitën, im tek datina sot ka me dal me vrapue, ka me bën 20 km, po ti smunesh marrë ti as si ti bësh 500 metra, 1 kilometër pa imrije, doka që kanë me dal zort pe trupit. E le mo apo ta më bën 20 km. Smunesh. Ajo është çështje graduale. Dush më fillu me atë takat që ka i për momentin. Pastaj kur ta arrish një gjë tjetër, çtohet takat. Pastaj halo ngarkon vetin pak më shumë. Pak më shumë. Në kjo është udhëtim që ka s'përfundon deri sa ta dhash frymën e fundit. E nëse njeriu lidhet kështu me fenë e Allahut, atëherë je lidh drejt për drejtë me Allahun, e nuk je lidh me njerëz, nuk je lidh me dikan. E kjo është ajo që ka synohet. Nuk bën njeriu mu lidhen për një hoxh. Nuk bën njeriu mu lidh për një dietar. Nuk bën njeriu mu lidh për çdo. Pse se kërkush nuk është i pagabush e i patmeta. I vetmi Allah Azza wa Jalla i patmeta. Pejgamberi sa na ka mësuar që na mi respektue hoxhallar, dietar. Pse? Se ato janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pse gjithë ki respekt? Për shkak se ata çka ti e merr prej atyre është çështja më e vlefshme që mund ta marrësh në këtë botë. Aja pasaporta faktikisht apo tiketa për në xhenet. Mirë po, aja nuk ban mu bo qorazi. Të nëse njeriu kapet për Allahun Azza wa Jall, kështu me fenë Allahut, non stop në lidhje me Allah. Non stop është në lidhje me Allah. S'ka lidhje më të bukur se sa njeriu më kon çdo herë i lidh me Allahun Azza wa Jall. S'ka. Se në këtë donjo këtë laj. Ka mundësi gruaja të des. Fëmija martohen, largohen. Me kanë metën. Me Rabbul Alamin. Allahun çdo herë ki me vetë. Mirë po për mukon Allah me tyje, ti dush me kriju qëtë lidhe. Kjo lidhe nuk vje vetë. Ajo që ka ardhën prej Allahit, hedija më e madhe që njeri e men këtë dunjo, është që Allahit ta ka dhonë udhëzim. Kjo është hedija. Kjo nuk është që ti e ke zgjedhë. Allah, ja, këta Allahit ka zgjedhën prej ketë 10 miliard njerëz sa janë këtë dunjo për momentin Allahu të ka zgjedhë ti në mesin e të gjithë që atyre njerëzve me ta dhonë hidajetin. Kjo është dhurat. Mirë po, dhurata nëse nuk ja di kimetin kësaj dhurate, më thonë ka edhe 10 miliard tjerë
ku kjo dhurat mund të mi kaluar me shku dikujt tjetër. Nuk i bëhet vonë Allahut azza wa jall. Pse? Na jena rob të Allahut. Krijesa e Allahut. Sikur ti nëse je xhamxhi i nërreq, bardak, gota, filxhana, koj diçka. Ti prej xhamit i marrën ato. Ti e ke nërreq. Në teket në dik për plas për zi. Spira svira, 100 spira. Me të thonë bardake ti, shka më bane pa drejtësi, për çfarë pa drejtësi, po unë të kom bote. Raporti jonë me Allahin azza wa jalla, kështu. Ku guxojnë ana në herë mi thonë Allah që na ke bu pa drejtë. Allah azza wa jalla s'ban pa drejtësi. Për shkak të më thonë mja ditë kimetin Allahit azza wa jalla që na e ka dhënë këtë dhurat madhe, e çysh i tregohet kjo, më thonë kjo është sjellja jonë me Allah. Akhlaki me Allahun ç'to he. Allah ti tregon që je falendërues ndaj Allahut kur ti çdo herë je në kërkim me shtu dijen për Allahun. Pse? Që të mushtja kthesh Allahut me atë sjellje që Allahu do me patë na. E kur ti çdo herë je me këtë përpjekje, ti çdo herë je i lidh me Allah. E kur je i lidh me Allah, e ki këtë lidhje të mirë, s'ki vakti mu mirë me galet e njerëzve. S'ki vakti mu mirën ti me gibet. S'ki vakti mu mirë ti me problemet e hallkit. Ai boni kështu, ai boni kështu, ai e bleti këta, ke e boni këta, ai shkoj atje, jo këta. Po shka be, jeta e tij, unë kam jetën time. Unë kam lidhjen time me Allahin. Me çata që më ka dhënë Allahu, me çata po mundona po të me ndreshën raportin tim me Allah. Aq sa e kam, çat mundsi. E fatkeqësia është ajo kur njerëzit e kanë lënë këtë çështjen e akhlakit edhe u bën çështja tamam hile, çu thash më herët ajo sikur ato kindereg, çokoladë për jashtë, lojnë mrena. E jashtëmja u bën me rëndësi. Edhe këta fatkeqësisht këtë keqe e kanë shtuar rrjetet sociale, edhe pse rrjetet sociale e kanë atë pjesën pozitive, mirë po ma shumë kanë sherr se sa kanë hajër. Që këto pjesë, këto janë mjete. Mirë po unë mendoj se këto janë mjetet të cilat nuk duhet t'i jipen çdo kujna. Nuk duhet t'i jipen këto çdo kujna. Njeriu spari duhet mos stërvitën e me kriju atë disiplinën që kur t'i jipet mjeti e di çysh me përdor mjetin, po e din edhe si me përmbajt veten prej harame. Në botën e psikologjisë, mi po të shka shkruajnë psikologët, jam çudit një herë kur kam lexuar një artikull psikologëve, 6-7 psikologë kishin shkruar atë artikull. Edhe ato, do thonë, perëndimit këtë. Flitshin për aplikacionin Instagramin specifik dhe thëshin, por ne është e pa kuptueshme, e pa kapshme se si është e mundshme në këtë botë të modernizuar, në këtë botë ku dija është aq e madhe, aq shumë ushtuar, mos me kuptue që ky aplikacion aq i damshëm është, saqë me gjitha dije që mjekët e kanë, edhe psikologët, u desht më kone pa moshme, kjo më kone lejume për të gjitha ata që janë në moshën 23 vjeçare. Jam shokerat, kur e kom lexuar 23 vjet. Unë mendoj se aty kam me thonë 16 vjet, 14 vjet, po, se është një moshë, do të thonë prej 12 deri në 16 vjet, shumë është e ndihshme. Edhe ka shumë tri që kanë tentuar me bën vetvrasje për shkak rrjeteve sociale si Instagrami, për shkak se këto far influencers që ja u paraqesin njerëzve një jetë të rrejshme. Njerëzit në atë kohë trunin nuk mundet me ja rrok tamam si duhet, dhe ato mendojnë çdo që ka i shohin aty si të vërtet, në realtet ato që janë të vërteta, ato këtë rrejna, skena, çka bëjnë njerëzit. Edhe thash, njeriu është i krijuar çfarë soi, çka e krahazon vetveten, jetën e vet me atë çka e shef. Tash normal që të rrok depresion, kur të rrok depresionin atë moshë nuk je i përgatit. Nuk je i stolisën, me thonë, me atë, që me thonë, armatimin që është i nevojshëm për me mujtë mi bo ball asoj sfide, psiqike, emocionale, i rrok depresionin, edhe si rezultat, shumë ka prej trive që kanë bo vetvrasje, fatkeqësisht, po kanë tentu me bo vetvrasje. E për këtë unë u çudita kur ato thanë deri 23 vjet. Subhanallah. Por çfarë arsye truni i insanit po zhvilloi deri në çat moshë. Pas çasoj moshe, prap ekziston rreziku, mirë po është më i ulët rreziku për shkak se pjekuria është më e madhe
truni është më i zhvilluar, edhe më ndryshe mundet mi perceptu gjona se çka e realt, çka nuk e realt. Dhe me thonë, rrjetet sociale e kanë bua këtë sherrën e madh tek njerëzit, ku i ka nxit njerëzit mu koncentrue në të jashtëmën më shumë se sa brendshme. Edhe si rezultat e shef, egocentrizmi është në hava. Njerëzit, të gjithë njerëzit janë bo egoista. Veç unë. Se cili person e ka qitë vetë vetën në qendër të dunjohës. Dhe këtë dunjohën ndojnë me silën rreth vetë vetës të tërë. Por nuk ka ashtu, subhanallah. Dhe atër bon është e adhurusi vetë vetës. Na jam adhurus të Allahit. Për këtë do me thonë feja, subhanallah, kur ta shifsh, e kur ta analizosh gjatë kohrave, se këtë dunjohë është e njëjtë. Mirë, po kohrat edhe njerëzit ndryshojnë. E nëse analizon, do me thonë, historikisht edhe tash, se qysh zhvillohet shoqëria në lloj-lloj vende, e shef se subhanallah nevoja më e madhe për insanin është nuk ka nevojë më të madhe se sa Islami. Se Islami është shpëtimi total i të gjitha atyre gjanave, ato smundjeve që ato i kanë të brendshme, po në realitet ato nuk e din. Me bo meva përmenën të çështjet e Islamit, pa e përmen Islamin, pa e përmen termet shariatike, me një jo besimtar. Wallahi, ko mu knoshtu të nguhe. E kum provu vetë. Ilaçi i shpirtit. Pasha Allahin e kum provu vetë, e jam çudit. Si t'ju thësh, apo të më përçkja Islami? Sukur, subhanallah, me trusni dugme. E di ketë ata, çka më herët, e di ke pozitive, shndrohet, subhanallah, diçka e ertë. Se shejtani në udhu bila, ja ka programu trunin me mendu keq apo ta. Se mediat, çdo sen çka e lidh, do thonë me Islamin, e keq. E keq. Negativ, atë morësh. Edhe tash kur ti përmend fen, tak ato që shto. Mirë po, subhanallah, është interesant me bon çet test me njerëzit. Çka janë musliman, fol për fen apo ta. Në çështjen e ekonomisë, përmendet apo ton zgjidhje që jep shariati, pa e përmend apo ton që kanë shariat. A thu shata kish marrë mendja apo ton më kon çështo jeta, shem apo ton çështë në botën e ekonomisë pa kamat. Ku do të thonë i shkon një sistem ku shteti e garanton një pagesë minimale, këtë e kanë. Jashtë taksojna, më thonë ty, pasuro sa dush. Tatim s'kije. Po e kini tatim nëse i mrin, dhe me thonë, disa parakushte, atëherë po. Më thonë, çështja e nisabit. Nëse arrin që ka pasuri, atëherë kemi thonë vetëm 2.5%. Utopi kishin thonë. Bash. Utopi. Alhamdulillah për dinin Allahit. Allah ja mësof njerëzve, na zdrit Allah neve, zemrat mas pari, pastaj të gjithë njerëzve. E Allah na zbukuroft me akhlak, qysh e ka e përsost Allah, akhlakin ton, qysh e ka përsos krijimin tek ne. Se me të vërtet nuk ka më mirë se sa njeri me arrit një derexhe të lartë të akhlakit, se atëherë nuk ki nevojë me çel gojen hiç. Bon, sukur i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam që njerëzit e kanë pranuar Islamin vetëm kur e kanë vëzhguar për i largu çfarë sjellje ka. Për sjelljes tina. Janë dashuruar njerëzit ta. S'mundesh zemra me i bon rezistencë. Nuk mundesh. Ashtë tërhec, sjellja e mirë tërhec. Dhe kjo neve na duhet. E për mua afru kjo, njeriu duhet mu kthije te libri Allahit Azza wa Jall me lexue me kuptim na gjuhë çka te kupton. Jo me kalu shpejt, po ka dale, nëse ka nevojë edhe 30 herë lexoje një faqe, mendo, reflekto rreth saj. Lexo tefsir rreth asaj, edhe shef se wallahi ma shumë ban dobi me lexu vetëm një faqe me kuptim, se sa me lexue 10 gjuza për një herë. Edhe ma i dashën të Allah është kjo. Unë për këna betona. Se gjëja e fundit që Allah e do tek ne musliman, është që na me lexu librin e Allahit dhe kur gjë mos me kuptu prej saj. Siç ka thonë i dërguari ose një prej lutjeve është që shpesh e bëjnë kur falmi namaz natë në taravih. Duaja, një prej lutjeve që ka bëjnë është o Zot, ban në Kur'anin dëshmi për ne dhe jo kundër nesh. Amo subhanallahu nuk reflektojnë rreth kësaj lutje. Na këtë bëjnë amin, se kena qef Kur'ani mu bëhe argument pro neve, e jo kundër neve. Po pse s'pe bëjnë amin edhe atë pjesën tjetër?
Si ka mundësi Kurani më bëhet dëshmi kundër te, po bëhet dëshmi kundër te o vëlla. Se te e lexon ajetin ku Allah azza wa jalla ta ka tërheq vërejtjen kundër kamatës, kundër vrasjes pa hak, kundër zullumit, kundër asaj ti i ke ditë përmend ato ajete, po si ke kuptuar. Njëti ke praktikuar ato çka Allah ti ka ndaluar. A shef sa kesh është me ditën, domethënë me lexu Kur'anin, vetëm na xhumë çka ti nuk e ti di me lexu, mirë po se kupton. Nuk është kjo Allah çka ka lip pe neve. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Shumë shpesh e përmend Allah azza wa jalla. Edhe atë mënyrën tjetër që thot Allah, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Në surën Ankebut Allah subhanahu wa taala ka thënë, "Hasba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Çfarë ajeti? Subhanallah, ajet madhështore. Thot Allah azza wa jalla, "Hasiba an-nasu." Ai boni hesab insani, apo ai kalkuloj insani. Hasba an-nasu an yutraku. Që ka melon ata veç. An yutraku an yaqulu amanna. Që talon ata ai të krenohet e rifi e të thot, unë jam besimtar, nuk kum besue. Fringjiksin, o ka dal. Amanna, pastaj wa hum la yuftanun. Pa isprovuar. Jo, nuk shkon kjo punë te Allahi ashtu. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Nuk penuj këtë Allahi azza wa jalla. Është problematike me lezu ti këto ajete, me mësu përmensh. E njetën tonë me jetu, pastaj apo të në kontradikt me këta shka ke lezu. Edhe pastaj me krenua me thonë unë jam besimtar. Na kena qef, e lusmi Allahin azza wa jalla që të na llogarit prej besimtarëve. Mirë po, sa i përmbushti ato kriteret mu llogaritën prej mu'minunve. E Allah na dhosht hise në ata që është më mirë dhe më dashur te Allahu azza wa jall. Allah na i falt mangësitë tona, e gabimet e tona, rrëshqitjet tona. Na i mundsoft Allah dhe na i lehtësoft Allah për mirësimin ka ajo që Allahu në kënaq, e na i lehtësoft Allah largimin nga ajo që e hidhron Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah shpëlef. Barakallahu fik.